l'attuale capitale, che da un decennio si sviluppa rapidamente con fisonomia del tutto moderna. Ecco la grande piazza, dove si accentrano i vari ministeri, vasti edifici in cui le razionali tendenze moderne di architetti italiani hanno traverso il viale. Ky dokumentar propagandistik i kohës së lulëzimit të fashizmit italian nuk thot asnjë gënjeshtër. Solcata da moderne arterie, tra i nuovi quartieri. Filluar që nga korriku i vitit 1925, kryeministri italian Benito Mussolini e kishte kthyer seriozisht vështrimin nga Shqipëria. Fillimisht kishte zgjedhur qesen, duke i dhënë kryeministrit Ahmet Zogu një kredi të hatashme 50 milion franga ari, apo 250 milion lira të kohës, me qëllim të shpallur ndërtimin dhe përmirësimin e infrastrukturës së shtetit të vogël për ta shlyente me një pjesë nga të ardhurat doganore, ku përfshihej tarifa e kripës dhe pabesueshmërisht edhe e kartës së cigareve si dhe shkrepseve. Kështu, gjatë viteve në vazhdim, paratë e shtetit italian nisën të shndërroheshin në vepra të shumta publike, ndërsa vendi i ngjante një kantieri ku punohej pa mbarim. Por ç'ishte kjo kredi e stërmadhe që mund të shlyhej në 50 vjet apo edhe më tepër? Ç'ishin këto para që lëvëroheshin me grushta nga Italia fqinje? Vërtet italianët interesoheshin për zhvillimin e vendit apo në mes kishte një qëllim krejt djallëzor? Po të shohësh me kujdes dokumentet, në krye të gjitha shpenzimeve janë të hollat e lëvruara për rrugët. Ishin të holla që kryesisht shkonin për rrugë që përshkonin Shqipërinë nga Bregdeti në drejtim të maleve, në thellësi në drejtim të kufive me Greqinë dhe Jugosllavinë. Të holla që nisën dhe përfunduan pothuaj të gjitha akset rrugore që ne praktikisht trashëgojmë edhe sot. Të holla për rrugët që na ndërtuan italianët. Sikur investimi i Mussolinit të ishte një përsëritje e historisë, edhe shekujt të shkuar, rrugët e para të hapura apo të ndërtuara në Shqipëri kishin lidhje me paraardhësit e italianëve. E para ishte rruga Egnatia, që në kohë të lashta lidhte dy superfuqitë e botës, perandorinë romake dhe atë bizantine. Historia thot se kohë më pas, sundimi i stërgjat Osman nuk ishte kujdesur të ndërtonte rrugë në Shqipërinë e kufive të sotëm. Nuk kishte shfaqur interes. Gjatë sundimit Osman, trevat shqiptare, do të thotë banuara nga shqiptar, ndahen në 4 vilajete. 4 vilajete të cilat janë të gjitha që futen në territorin e Republikës së Shqipërisë, më thënë të shtetit shqiptar që neve kemi sot në këta kufi politik. Po thua e gjithë fusha që i takonte këtyre vilajeteve që është në Bregdetin e Adriatikut, ka qenë aso kohë, deri vonë ka patur probleme, ka qenë një moçal i madh. Zona moçalore të pa bonifikuara dhe gjithë kjo sillte që prodhimi ishte shumë i vogël. Dhe për perandorinë osmane, për portën e lartë, nuk paraqiste në një interes. Të mbysnin mushkonjat, uji, moçali, mali, do të thënë ishte një gjë jashtëzakonisht e vështirë dhe pa në një fryt. Edhe nuk është ka pas interes që armatat ushtarake të zbrisin në këtë zonë, sepse edhe nga deti nuk mund të vinte rrezik për të zbarkuar. Në portë atëherë kanë qenë Durrësi dhe Durrësi ka qenë ishull deri në vitin 1960. Do të thënë ka pas lidhje me tokën nëpërmjet Urrës Dajlanit. Interesi i perandorisë osmane për të hapur rrugë mbërri në vonë, aty rreth shekullit të 18. Qëllimi ishte ushtarak dhe synimi lidhja e manastirit, ku kishte qendrën armata e tretë e ushtrisë osmane, me Shqipërinë e Jugut, duke pasur si destinacion përfundimtar Janinën. Ndërsa njeriu që do të nxirrte ushtarët nga kazermat e manastirit për të ndërtuar këto rrugë, quhej Ahmed Eyüp Pasha, një funksionar ushtarak osman i shkolluar në Francë. Rrugët e para në Shqipëri teknikisht janë hapur në vitin 1882. Turqia, për të siguruar një dalje të shpejtë në Bregdet, kërkoi që të ndoshin urgjentisht rrugë. Rruga e parë teknike me parametra teknik u hap për qëllime ushtarake, nga manastiri zbritet më sipër Ohrit
kalohet më sipër Pogardeci, shkon në Korçë, pastaj rruga vazhdon drejtim Tersekës, del ke 3 urët ose ke urë Peratit, shkon në drejtim Tijaninës për të dalë në Prevez dhe në Igumenicë. Pra, armata e tretë zbriste urgjentisht në drejtim të Bregdetit Gres, edhe kjo pjesë e Prevezës dhe Igumenicë ka qenë pjesë e perandorisë turke. Në atë kohë filloi dhe aksi Gjirokastër, Muzin, Sarand, u kompletu rruga për në Tepelen, filloi aksi Tepelen Këlcyr, po përveç saj, mbas vitit 1900 ka dhe një ndërgjegjësim të bejlerëve vendas, sepse shifrin dhe zhvillimin, natyrisht që bejlerët kanë qenë një pjesë e tyre ka qenë të instruktuar, dhe shifrin dhe zhvillimin e vendet përreth dhe përpambetjen e infrastrukturës rrugore, kryesisht rrugore në Shqipëri. Standardet e rrugëve atje lënë shumë për dëshiruar, ishin thjesht me gjërsi jo më shumë se 5 metër, ka qenë të ndërtuara me kaldrem, të qëndrueshme, përgjithsisht hapeshin me kasëm, në mënyrë primitive ose në mënyrë manuale. Kështu Osmanët investuan për të hapur rrugë për të lidhur kryesisht me Shqipërinë e Jugut. Ishin punime jo cilësore, në trase të ngushta dhe të vështira, të llogaritura për të kaluar karavanet e ushtrisë. Pa ndonjë shtesë të rëndësishme, këto do të ishin edhe rrugët që do të prisnin dhe përcjellnin edhe shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në nëntor të vitit 1912. Shpallja e pavarësisë, vetë historia e treguar, e stërtreguar, por më së e vërtet, sepse nuk është thjesht një legjend. Udhëtimi i Ismail Xhamalit nga Durrësi deri në Vlorë është një mundim i jashtëzakonshëm. Moçali, atë që thash pak më përpara, ka vetëm Moçal, Shira dhe ai nuk kalon dot me një qerrë të. Praktikisht ne kur jemi shpallur, kur ka shpallur Shqipëria pavarësinë në 1912, kanë qenë 160 km rrugë qerrësh. Më vonë më së nej, nga viti 1912 deri në 1914 nuk janë bërë punime në Shqipëri për të hapur rrugë. Nga viti 1914 mbrapa janë bërë pjesërisht rrugë, po jo nga shteti shqiptar, po janë bërë nga shtetet e huaja, ata të cilët kishin pushtuar Shqipërinë. Për ironi të fatit, duhet të mbërrinte lufta e parë botërore që rrugët ekzistuese të komunikimit në Shqipëri të përmirësoheshin dhe pajiseshin me standardet më minimale. Kemi austro-ungarez, kemi francez, kemi sërb, kemi bulgar, kemi malazez, kemi grek, kemi italian, janë që të gjithë tu brenda. Që të gjithë që përpiqen, luftojnë me njëri tjetrin, neve jemi ata që e vuajmë, por që nuk kemi fuqi të bëjmë absolutisht asgjë. Në këto kushte, kur kjo pjesë e territorit, atyre ju sillte problem në komunikim, që do të thotë lëvizte nga Shkodra për të shkuar në Mirdit, i duheshin ditë, për të shkuar nga Tirana në Elbasan, nuk shkonin dot, do të thonë gjenin rrugë të dhive kur i thon për të shkuar, fillojnë të mendojnë të hapin rrugë thjesht për kalimin e trupave. Inxhinierët austro-ungarez, inxhinierët italian, që shoqëronin, që ishin ushtarak, të veshur ushtarak, fillojnë të vendojnë dhe projektojnë ndërtimin e rrugëve. Fal këtyre projektimeve të para, kemi rrugën e famshme të Llogaras, që simbas atyre që edhe kanë jetuar atë kohë, kanë vënë gomerët për të ecur. Neve në gjuhën tonë, kur duam të shajmë dikë, shajmë për gomar, por nuk është që nuk ka mënd kur i thonë, sepse ecën atje ku nuk të rrëshket këmba, e gjenë. Rruga Llogaras është një rrugë ushtarake, hapur për qëllime ushtarake dhe jo civile, hapur dihet që për çfarë është. Por dhe rruga Tiranë-Elbasan është përsëri për të njëjtat qëllime. Do të thënë është rrugë ushtarake. Pra, qëllimi i ndërtimit të rrugëve në Shqipëri gjatë luftës së parë botërore ishte që t'i shërbenin kësaj lufte, por rrjedhoi ato ishin në rrugë lufte, rrugë të përkohshme dhe as pak të ndërtuara me qëllim që t'i shërbenin popullatës vendase. Italia pushtoi Shqipërinë nga Vlora deri në gjithë jugun dhe pastaj në 16 pushtoi dhe prefekturën e Gjirokastrës. Austria pushtoi pjesën nga Shkodra deri në Vlorë, kurse francezët në 16 deri në 20 morën kontrollin e Korçës.
Tani italianët në gjatë kësaj periudhe kanë hapur trase të reja dhe kanë hapur trasen që është kjo rrugë e Salarisë, e cila udhëtohet edhe sot po shumë pak, që shkon Vlorë, Smokthim, Salari, shkon në Tepelen. Pastaj vazhduan dhe pjesën nga Tepelena në Gjirokastër, kur pushtuan dhe prefekturën e Gjirokastër. Ta kanë hapur dhe trasen ekzistuese që është përmirësuar sot, Vlorë, Llogora, Sarand, i marr Sarand 130 km. Austria përgjithsisht kishte pjesën nga Shkodra deri në Vjos. Ndërtoi rrugën nga Shkodra, trasen rrugore nga Shkodra deri në Vorë, hapi trasen nga Tirana në Durrës, u bë rrugë shafier deri në Mifol, në tërsinë ku kishte sundimin Perendoria Austro-Hungareze, bëri përmirësime dhe rregullime të rrugëve. Njëkohësisht edhe Franca ato 4 vjet që kishte në pjesën e Korçës, përmirësoi rrugët që ishin në prefekturën e Korçës. Pas kongresit të Lushnjës dhe formimit të shtetit, shqiptarët për herë të parë nisën të ndërtonin në rrugë me fondet e tyre. Por Shqipëria ishte një shtet tejet i varfër dhe me xhepat bosh. Qeveria e dal nga kongresi i Lushnjës caktoi një drejtori për punët botore, e cila do të merreshe me çështjen e rrugëve, me riparimin në fillim fare, me riparimin e rrugëve për karro, pastaj edhe me ndërtu edhe rrugë automobilistike. Edhe me riparu dhe urat e ato lundrat që ishin në përlumese, akoma s'kishte edhe ura. Qeveria në atë kohë për të hapur rrugët, nxori një ligj i cili ngarkonte me puna në gari çdo banor i moshës 18 deri në 60 vjeç. Dhe të bënte 10 ditë punë në gari. Në këtë vit u ndërtuan disa rrugë të reja, si Elbasan Peqin, 37 km, Pogades Tjafthan, dhe u plotësuan dhe u riparuan pjesë të rrugës Elbasan Qukës, që kishin filluar në kohën e ushtrisë turke. Në fund të vitit 21, Shqipëria kishte 726 km rrugë kombëtare, të shtrora me kaldram. Sono i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i fede. Rrugët e Shqipërisë do të merrnin pak a shumë formën që kishin deri në fund të viteve 90, pas akordimit në vitin 1925 të kredisë prej 50 milion frangash ari nga qeveria italiane. Me kalimin e kohës u bë qartë se Benito Mussolini, kryeministri i gjithë pushtetshëm italian, e kishte zgjidhur qesen jo më tepër për të ndihmuar Shqipërinë dhe shqiptarët, sesa për të ndërtuar arteri e komunikimi në brendësi të Ballkanit, ku Italia fashiste kishte synime zgjerimi territorial. Tani ç'ndodh? Kjo ardhje e italistu nuk ishte thjesht për ndërtuar rrugët e Shqipërisë, por Italia, si një vend imperial, siç ka qenë, ka pas ato synonimet për depërtuar brendësitë Ballkanit. Dhe i vetmi bregdet fushor edhe për Jonin, edhe për Adriatikun, është vetëm Vlorë Shëngjin. Është një karakteristik, po nga Vlora deri në Trieste ka një gjatësi bregdetare 6470 km, edhe fush urtësirë bregdetare është pikërisht kjo urtësira shqiptare. Dhe italianët e njihnin mirë këtë gjeografi dhe investimet i bën për rrugët, i bën kryesisht për qëllimet e tyre që do të dilnin të ardhmen në pa, po natyrisht dhe i shërbenin shoqërisë. Në pamje të parë, kredia u përdor edhe për vepra të tjera publike, siç ishin sistemimi i porteve, i qendrave të qyteteve kryesore, sidomos i qendrës së Tiranës, që edhe sot gëzon formën që i dhanë projektuesit dhe inxhinierët italianë. Por ajo që ka interes është që për herë të parë, mbas 27-s dhe në 36-t, në Shqipëri u futën konceptet afërsisht europiane të ndërtimit të rrugëve. Dhe në këtë periudhë janë të gjithë rrugët, arteriet kryesore, që ne i gëzuam nga 45 deri në 90-ën, këto arterie u zgjeruan, u përmirësuan, u shtresëzuan me gjithë mallat perspektive dhe u bën të qarkullueshme jo vetëm për karrocat, por edhe për mjetet për makinat e para. Kjo është tabela e rrugëve të ndërtuara me anë të kredisë italiane. E para në radhë që u ndërtua ishte rruga Shkodër-Puk-Kukës dhe njëkohësisht edhe Kruj-Burrel-Klos-Dibër, dy rrugë që lidhnin portin e Durrësit me Kosovën dhe Maqedoninë Jugoslave. Rruga kryesore që është bën me këtë kredi ka qenë rruga Kruj-Qafshtam,
Burrel dhe Klos Peshkopi. Kjo rrugë ishte mjaft e vështirë dhe ishte më tepër rrugë strategjike se sa rrugë, se sa për ekonomi. Sepse pas si u ndërtoi kjo rrugë, nuk u shfrytëzoi më nga gjatë 50 vjetëve nga ana e shtetit shqiptar, sepse nuk i jitën punë, fjalë. Kjo rrugë ishte 5 kilometra ishte në shkëm. Punëtorët shqiptarë e kanë ndërtuar, lidheshin militar edhe bëshin mina për të hapur këtë pjesë rrugë 5 kilometra atje. Sa që edhe korespondent të gazetave të huaja kanë shkruar artikuj për heroizmin e punëtorëve shqiptarë që punonin në këtë rrugë. Kjo rrugë ka qenë kryesisht strategjike dhe ishte për drejtimin për Jugosllavi. Veç rrugëve, Kredia Italiane u shfrytëzua edhe për ndërtimin e urave mbi të gjithë lumenjt kryesor. Kjo është ura mbi lumin mat, apo ura e zogut siç quhet ndryshe. Ja edhe momenti i inaugurimit. Në fund të kësaj fotografie tjetër mund të shihet edhe ura e Nifolit, ndërtuar mbi lumin Vjos. Ndërsa kjo është një foto e urës së Dragotit në afërsitë të Tepelenës, e ndërtuar me konstrukt metalik, e cila edhe sot është në gjendje të mirë dhe funksionale. Do të dëshiroja të përmendja që përveç firmave italiane që vinë këtu për t'i realizuar këto vepra, cilat ishin financimi tyre, domethënë huaj dhe në shtetit shqiptar, ka dhe firma shqiptare që angazhohen në këtë dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Do thotë që përveç se shtëpive, shqiptarët dinë të ndërtojnë dhe rrugë. Është firma Kadesha dhe firma Krahu, që po më kujtohen mua tani. Firma Kadesha është ndër ato që angazhohet në ndërtimin e bulevardit aq të bukur të Tiranës. Do të thotë që ka dhe një kontribut shqiptar në këtë drejtim. Kredia e marr nga qeveria e Zogut për ndërtimin e infrastrukturës. Ajo jo vetëm realizoi trase rrugore të reja ose mirëmbajtje rikonstruktoi zgjatje i ekzistuesit, por ajo përmirësoi dhe gjendjen ekonomike sepse pjesa dërmuese kryesore e kredis kryesh zbatohesh në Shqipëri, specialistët ishin shqiptar, pjesa më e madhe dhe punonjësit të gjithë kategorisë shqiptar. Pra, kjo kredi jo vetëm solli ndërtimin e infrastrukturës, po edhe në konceptin e thjeshtë ekonomik kjo mbeti si një ardhur për popullin shqiptar. Pushtimi italian i Shqipërisë në vitin 1939, sulmi ndaj Greqisë në tetor të vitit 1940 dhe ndaj Jugosllavisë në prill të vitit 1941, vërtetuan qëllimin e investimeve italiane me ndërtimin e rrugëve dhe urave në territorin shqiptar. Këto janë pamje reale të trupave italiane të pushtimit që kalojnë në qafën e Llogaras, një rrugë e ndërtuar nga italianët gjatë luftës së parë botërore dhe e përmirësuar me anë të kredisë së vitit 1925. Por le të shohim një album fotosh ekskluzive të rrugëve të ndërtuara apo të përmirësuara në territorin shqiptar me anë të kësaj kredie të lëvruar nga qeveria italiane. Ky është përmirësimi i rrugës Durrës-Elbasan. Ndërsa kjo fotografi ka fiksuar në sfond shkëmbin e Kavajës. Ja edhe mekanika e sjell nga Italia. Në të njëjtin aks, fotografi i Institutit Italian Luce ka fiksuar punimet përfundimtare të një ure. Punime në këmbët e një ure gjatë realizimit të rrugës Elbasan-Gramsh. Jemi sërish në rrugën Elbasan-Gramsh. Fotografia dëshmon përdorimin e Dekovilit në punime.
Ja edhe punimet në përmirësimin e aksit Tepelen-Gjirokastër. Në sfond dallohet kalaja e Tepelenës. Kjo është një foto që dëshmon përmirësimin e rrugës Korç-Bilisht. Ja edhe mjetet e përdorura nga shoqëria sipërmarrëse. Në këto foto janë fiksuar malsorët që shqyejnë shkëmbinjtë e Torovicës për përmirësimin e aksit Lezhë-Shkodër. Ja edhe myzeqarët që po punojnë për përmirësimin e aksit Lushnjë-Fier dhe Fier-Vlorë. Këtu jemi në përmirësimin e rrugës Maliq-Korç. Këta janë banorë të zonës të punësuar në përmirësimin e rrugës Këlcyr-Përmet. Ndërsa këta janë banorë të zonës së Pogradecit që po përmirësojnë segmentin Lin-Pogradec. Një nga akset e para të rëndësishme të ndërtuar pothuaj nga e para, në këtë kohë ishte rruga Shkodër-Puk-Kukës. Ja disa foto nga punimet. Këtu jemi në Ndroq, në rrugën paralele që bashkon Durrësin me Tiranën. Patjetër që ky segment Durrës-Tiranë do të ishte nga më të mirët, siç tregojnë edhe punimet e fiksuara në këto foto. Një fotografi e bërë në aksin Vlorë-Radhim-Himar, aksi Vlorë-Tepelen dhe aksi Vlorë-Gjirokastër. Segmentet e rrugëve të ndërtuara dhe përmirësuara janë të shumta, kështu që nga viti 1925 deri në vitin 1939, me kredin prej 50 milion frangash ari të akorduara nga qeveria italiane, u realizuan më shumë se 270 km rrugë të reja dhe u përmirësuan 1500 km të tjerë. U ndërtuan gjithashtu edhe 100 ura të mëdha dhe më tepër se 1000 të vogla. Por edhe pse shqiptarët duhej dhe duhet të kenë thënë faleminderit për këto rrugë, Benito Mussolini, njeriu që ideoi strategjinë italiane për Ballkanin dhe siguroi të hollat, duhet të jetë zhgënjyer. Në fillim të marsit të vitit 1941, kryeministri italian mbërriti fshehurazi në Shqipëri me qëllim për të inspektuar trupat në frontin e luftimeve me grekët, pak para se ky front të thyej. Situata ishte e pashpresë. Një fotograf i ushtrisë italiane e fikson në një moment dëshpërimi, duke shtyrë makinën e vet të prishur, pikërisht për shkak të rrugëve të vështira. Gjithsesi, rrugët që në ndërtuan italianët do të përbënin kapilarët kryesor dhe do të mbeteshin gjallë dhe të forta për të na shërbyer edhe gjatë periudhës së komunizmit. Beti një sistem rrugësh i cili nuk ishte ai që neve do të donim, por që faleminderit aq ishte. Ajo që ndodhi mas luftës pastaj ishte jo e këndshme. Kushdo që ta ketë bërë një gjë që mua më vlen, sidomos kur bëhet fjalë për të mirën publike, ti duhet ta vazhdosh. Do të thotë të eliminosh pjesën që nuk është e mirë, nëse ka, dhe ta vazhdosh, nuk është turp ta vazhdosh. Përkundrazi, është shumë e dëmshme nëse ti thua atë budallëkun pa fund që u tha mbas luftës që plani rregullues të Tiranës e kanë bërë fashistët dhe unë nuk e dua. Fashistët mund ta kishin bërë, por inxhinierët të rekrutuar, të mobilizuar në luftë nuk ishin se kishin shkuar me dëshirën e tyre arkitektët, por kishin bërë një plan rregullues për Tiranën të jashtëzakonshëm, që neve sot nuk do të kishim asnjë lloj problemi. Dhe ndërkaq kemi pafundësisht probleme. Në Durrës, me mira vullnetare dhe vullnetare, ndërtuesit e Hekurudhës presin me padurim shokun e vet. Pas marrjes së pushtetit, Enver Hoxha duket u mor më tepër me ndërtimin e Hekurudhave, të gjitha të realizuara fal rinisë së ngritur në aksione.
Akset kryesore rrugore apo rrugët që në ndërtuan italianët vetëm u përmirësuan, u zgjeruan apo u shtruan me asfalt, duke mbetur në thelb të njëjtat rrugë ushtarake, ku mendimi për të ndërmarrë një udhëtim të gjatë ishte në çdo kohë një dhimbje koke e pafund.